Një super incident ka vënë në rrezik integritetin e sigurisë së Shteteve të Bashkuara, por jo vetëm. Dhe gjithçka ka ndodhur si pasojë e një rastësie. Një prej gazetarëve të The Atlantic, një botim periodik i çështjeve gjeostrategjike dhe sigurisë, është futur gabimisht në një grup chati të aplikacionit Signal. Por grupi nuk ka qenë një grup i zakont. Në të bënin pjesë shefi i FBI-s, shefi i CIA-s, shefja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare Tulsi Gabbard, këshilltari i Sigurisë Kombëtare të presidentit Trump, sekretari i thesarit, shefja e kabinetit të presidentit amerikan, sekretari i mbrojtjes dhe zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara J.D. Vance. Më saktë, në atë grup chati mungonte vetëm presidenti Trump. Dhe në atë grup chati nuk lidhej për ndeshjen futbolli apo basketbolli, por për çështje të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, më saktësisht për sulmin ushtarak ndaj militantëve Huthi në Yemen, disa orë para se ai sulm të ndodhte. Për të kuptuar se për çfarë skandali bëhet fjalë dhe pse kjo ka rëndësi për Amerikën, mjaft kujtosh skandalin e Hillary Clinton, e cila në vitin 2016, sipas FBI-s, kishte përdorur emailin e saj privat gjatë ditëve të krizës së ambasadës amerikane në Bengazi, kur kjo ambasadë u sulmua nga terroristët islamik, të cilët vranë gjatë sulmit ambasadorin amerikan në Libi. Dalja e këtij informacioni solli më pas dhe humbjen e zgjedhjeve presidenciale në 2016 nga zonja Clinton dhe fitoren e parë të Donald Trump. Tani demokratët në opozitë kanë nisur një hetim parlamentar për këtë skandal, i cili më në fund u pranua edhe nga Shtëpia e Bardhë, megjithëse presidenti Trump e mbrojti atë që kishte bërë gabimin, këshilltarin e tij të sigurisë Mike Waltz. Por hetimi penal nuk është i pamundur, ndërsa dëmi në imazh për agjencitë amerikane të inteligjencës dhe politikisht për administratën Trump dhe republikanët është kolosal. Por dikush mund të pyesë, pse kjo ka rëndësi për Europën dhe aq më pak për Shqipërinë? Ka rëndësi pasi ky incident ndodh në momentin më të keq të raporteve mes Europës dhe administratës Trump. Ka rëndësi pasi Trump ka vënë në pikpyetje vazhdimin e mbrojtjes së kontinentit ton në kulm të konfliktit ruso-ukrainas. Ka rëndësi pasi në këtë komunikim në Signal, që është bërë publik, zëvendës presidenti amerikan dhe sekretari i mbrojtjes flasin me përbuzje dhe deri diku me urrëtie për Europën perëndimore. Aty ku duam ne të bëhemi pjesë brenda vitit 2030. Kjo ngjarje ka rëndësi dhe për ne pasi Shqipëria ishte në ballë të përplasjes politike me Moskën për pushtimin e Ukrainës, si dhe në rreshtin e parë të konfliktit me Iranin. Kujtoj që pas rebelëve Huthi në Yemen qëndron Irani dhe një acarim mes Iranit dhe SBA-s, Shqipërinë, e cila ka ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Teheranin, e vendos në rresht të parë të goditjes dhe të zjarrit. Duket fantashkencë, por nuk është. Jetojmë në epokën Trump dhe ky incident tregoi se kjo epokë nuk është as pak perfekte. Përkundrazi, për këto do flasim sonte. Sikle. Mirë se vini në Rilsore, me mua sot në program janë Ledion Krysiavi, më mbrëma Ledion. Artur Nuar, më mbrëma Artur. Profesor Dritan Odi, më mbrëma Dritan. Faleminderit që me mua sonte. Tema sigurisht është delikate, është e rëndësishme, pasi që thash tregon një farë mënyrë se në çfarë epoke dhe realiteti jetojmë. Në ato që duket se incident, ca thonë që nuk është, një grup chati në Signal u ngrit. Një grup chati i cili nuk dihet si u ngrit, pasi me thënë vërtetën, edhe po dëgjosh te ekspert sigurisë, është e pamundur që në një aplikacion i tillë të instalohet në telefonat e sigurt që i shpërndahen administratës amerikane, duke filluar nga presidenti, zëvendës presidentit e gjithë kabineti i tij. Në këtë grup chati, dhe ky është një tjetër moment misterios, futet një nga gazetarët, themi më prestigjos të çështjeve të sigurisë dhe gjeostrategjisë, por edhe një kritik i presidentit Trump, i administratës aktuale. Se si ai përfundon aty, akoma nuk dihet. Dihet që këshilltari i sigurisë kombëtare Mike Waltz është ai ose stafi i tij që e ka futur atë gabimisht apo jo, do ta diskutojmë sot në program, dhe përpasoj ka ndodhur kjo që do ndiqni tani. Pas raportimeve se ishte këshilltari i sigurisë kombëtare Michael Waltz që shtoi kryeredaktorin e The Atlantic në grupin e bisedës në Signal ku diskutuan për sulmin amerikan ndaj rebelëve Houthi, presidenti amerikan Donald Trump reagoi në një prononcim për NBC News, duke thënë se ai vijon të mbështesë këshilltarin e sigurisë kombëtare, ndërsa shtoi se Waltz ka marrë një mësim të mirë nga gabimi që bëri. Donald Trump tha se prania e kryeredaktorit të The Atlantic, Jeffrey Goldberg, në bisedime sekrete të qeverisë amerikane në aplikacionin e komunikimeve Signal nuk pati asnjë pasojë në
në sulme që Washingtoni kreu ndaj rebelëve Houthi. Trump shtoi se ky ishte defekti i vetëm në 2 muaj i administratës së tij dhe fatmirësisht sipas tij ky akt nuk pati pasoja. Në prononcimin e tij për NBC News, Trump tha se kishte që një punonjës si Mike Waltz, ai që kishte shtuar kryeredaktorin e The Atlantic në grupin e bisedës në Signal. Reagimi i Trump vjen pasi një ditë më parë kreu i Shtëpisë së Bardhë tha se nuk ishte dieni mbi këtë incident, ndërsa Shtëpia e Bardhë konfirmoi atë. Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth ndërkohë deklaroi se nuk ishte pasur asnjë diskutim lufte në këtë grup, duke akuzuar gazetarin për dezinformim. Pavarësisht pretendimeve të Donald Trump se kjo nuk ishte një çështje serioze, në fakt përdorimi i një aplikacioni komercial në komunikime që përmbajnë informacione të sigurisë kombëtare është një shkelje ligji në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Signal nuk është një aplikacion i miratuar nga autoritetet federale për shpërndarjen e informacioneve sensitive. Në këtë aplikacion përdoruesit mund të zgjedhin që mesazhet e tyre të zhduken në çdo kohë dhe të jenë të disponueshme maksimumi deri në 4 javë. Kjo specifik e tillë shkel 2 ligje federale që kërkon ruajtjen e të dhënave të qeverisë, aktin e regjistrimeve presidenciale dhe aktin federal të regjistrimeve. Pas rrjedhjes së këtyre informacioneve të ndjeshme dhe publikimit të tyre, demokratët kanë kërkuar një hetim të menjëhershëm duke akuzuar qeverinë Trump se ka përdorur aplikacionin Signal në një kohë kur taksapaguesit amerikan paguan që qeveria të ketë kanale të sigurta komunikimi. Chuck Schumer, përfaqësuesi i demokratëve në Senat, tha se ajo çfarë ka ndodhur është një ndër shkeljet më të rënda të inteligjencës ushtarake që ka parë për një kohë të gjatë. Ndërkohë në një zhvillim të sekondës fundit, presidenti Donald Trump sapo ka folur sërish për ngjarjen, ai ka sulmuar botimin The Atlantic, e ka quajtur atë pa rëndësi dhe i ka dalë sërish në mbrojtje Mike Waltz, duke thënë që nuk ka qenë faji i tij dhe ai do të vazhdoj të qëndroj në pozitën që ai ka. Pra është një ngjarje e cila vazhdon në zhvillim. Pak më vonë do t'ju kemi mundësi të tregojmë edhe hetimin parlamentar në Senatin Amerikan, ku temi qoftë Mike Waltz, qoftë shefi i CIA-s Ratcliffe apo këshilltarja, më saktë kryetarja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare Tulsi Gabbard janë gjendur në siklet përballë pyetjeve të senatorëve demokrat. Siç u thash, pra, në vitin 2016 një ngjarje shumë e vogël se kaq, për fat, i solli ama humbjen në 2 javët e fundit, rëndjen në sondazhet dhe humbjen më pas eventuale të Hillary Clinton, sekretares së shtetit atëherë që kandidonte dhe solli fitoren e parë të Donald Trump. Ledion, do doja të nisja me ty nga pamja, po dëgjoja në orën 3:30 mëngjesit, edhe gazetarin i cili temi gabimisht apo jo, Turi ka një mendim tjetër, po gabimisht apo jo shfaqur në këtë grup të aplikacionit Signal dhe më pas Pete Buttigieg, i cili ka qenë ish sekretari i transporteve, po ka qenë pjesë e forcave amerikane dhe 6 vjet ka punuar si agent i inteligjencës ushtarake. Dhe ai thonte diçka që si ka mundësi një gjë e tillë ka ndodhur, pasi në këtë aplikacion që është komercial, e para nuk duhet ndodhi, pra nuk duhet ketë një grup tillë, nuk duhet marrin pjesë aty, përveç presidentit Trump ishin të gjithë temi krerët e agjensive të sigurisë kombëtare dhe ndërkombëtare të Shteteve të Bashkuara, dhe thoshte si është e mundur që këto informacione të sensibilitetit lartë të sigurisë kanë shkuar në telefonat privat, sepse aplikacioni Signal nuk mund të instalohet në telefonat celulare të sigurisë lartë apo laptopet të sigurisë lartë që kanë këta drejtues lartë. Pra si mund të kenë ndodhur një gjë e tillë? Nga pikpamja e sigurisë, kam përshtypjen që është një amatorizëm shumë i madh ky që ka ndodhur, sepse tregon që elita e sigurisë, strukturës së sigurisë së Shtetit Bashkuar diskutuar një çështje kaq të madhe në telefonat e tyre personale, aq më tepër në Signal. Pra supozohet të ulen, le të themi, të jenë në një dhomë dhe të diskutojnë çështje të tilla. Ka pasur, le të themi, disa akuza që kur Donald Trump vendosi të zgjidhte qoftë sekretarin e mbrojtjes, qoftë shefi i CIA-s, që janë njerëz pa përvojë në këtë nivel, janë njerëz amatorë, si thuash, në këtë nivel. E treguan edhe këtë rast si kishte një lloj amatorizmi në mënyrë si po sillen ndaj një çështjeje të tillë. Madje edhe biseda që po bëj, lexova bisedën që u nxori të paktën gazetari, ishte një bisedë, nuk duket sikur po diskutonte zëvendës presidenti i Shtetit Bashkuar me shefin e CIA-s, me sekretarin e mbrojtjes, duket shumë ca miq ishin ulur në një kafe, si thuash, po diskutonin për çështje. Te kjo çështja e komunikimit, kam përshtypjen se gjithë komunikimet kështu janë, se janë fund para janë dhe njerëzore, por sigurisht aty ka gjëra të tjera, do flasim ndoshta pak më vonë në mënyrë se si
i drejtohen Europës e tjerë janë më shokuese se sa këto informacione. Nga pikpamja sigurisht kishte diçka tjetër që ta nisim nga kjo një herë. Një për personave që ishte në grup ishte Steve Witkoff, i cili ishte dërguar i Shtetet Bashkuara qoftë për gazin, qoftë për çështjen e Rusisë dhe Ukrainës. Dhe supozohet që Witkoff është futur në telefonin e tij personal në Moskë, ku ka qenë në Moskë gjatë diskutimeve, negociatave me Putinin. Do thotë që mundësia që rusit thoshte kanë patur akses dhe ata në telefonin e Steve Witkoff, i cili ndodhi në Moskë në atë moment, dhe diskutimet ishin duke u bërë në Signal, është shumë e madhe në këtë rast, sepse Vladimir Putin ka një shprehje, thotë që momentin që futesh në internet nuk kam siguri. Pra çfarë lloj gjëje ti është duke përdorur është mos thonë që disa gjithmonë vulnerabël. Mos thonë që disa për këtyre aplikacione, për shembull Telegram, kam përshtypje është një pronar i Telegramit është një rus. Është në rus sigurisht. Është djalëri i rus, po tani për rusët asnjë te Rusia pastaj për rusët asnjë është relative. Asnjë aplikacion, mund të jesh manjat, mund të jesh biznesmen, fund parë je thjesht agent i KGB-s. Për rusët asnjë aplikacion nuk është i sigurt. Dhe fakti që ai kishte hapur aplikacionin sigurisht në Moskë ishte një thyerje tjetër e sigurisë kombëtare në këtë rast. Sepse unë mbaj mend për shembull, nuk duhet ja përmend emrin një ministrit jashtëm shqiptar, i cili kur shkoi në një vend të caktuar, u ndalua nga partnerët tanë, pra kryesisht nga NATO, Shtetet Bashkuara, që të mbante në telefonin e tij privat, ku sigurisht njeriu ka aplikacione ndryshme komunikimi, siç kemi të gjithë ne. Pra ai u ndalua dhe për 3-4 ditë gjatë kësaj vizite ai ishte on the dark, me këtë nuk komunikoi dot as me email. Pra thjesht për treguar se sa kujdes duhet patur kur ti shkon në zona të caktuara, aq më tepër kur ti flet për një sulm, pasi bëhet fjalë që në këtë komunikim bëhet fjalë për një sulm i cili ndodhi rreth orës 3 të drekës, ndërkohë komunikimi ishte rreth orës midis orës 9 dhe 10 mëngjesit. Ka dhe një fakt tjetër që unë mendoj që është e vërtet gjithë ose serioze gjithë situata në lidhje me grupin Signal, pra nuk ishte një lojë që ishte duke bërë, fakti që pas gjithë diskutimit nxorën dhe koordinatat objektivat që do godisnin ushtria amerikane në Yemen. Dhe gazetari amerikan thotë pikërisht ndodhi kjo. Po pra nuk mbas pak orësh ndodhi pikërisht kjo, goditën pikërisht to koordinata për cilët ata flisin komunikim. Nëse një lojë, kam përshtypjen që nuk kishim se nxirren dhe koordinatat që supozohet janë sekrete, sekret në këtë rast. Pra do kishin ngelur tek diskutimi i fjalëve ato që thanë për Europën e gjëra të tjera. Por fakti që kanë hedhur dhe koordinatat objektivat që goditën në Yemen është një amatorizëm kaq i madh në këtë rast sa mund ndodhi dhe në raste të tjera, për shembull mund të kishin nxjerrë të dhëna sekrete të luftës në Ukrainë për shembull. Po jo vetëm kaq, mos harrojmë që tek zona për cilën flasim, bëhet fjalë për detin e Kuq, pra një nga korridoret më të rrahura të tregtisë botërore, do thoya, sidomos pas hapjes së kanalit të Suezit, aty ku Huthit sulmojnë qëllimisht pikërisht për të themi edhe për të orientuar apo jo Artur tregun botror, dhe përveç tjerave aty flasim për Arabinë Saudite, që është rivali kryesor i Iranit. Kjo rastësia tregon që ka një dorë nga pas. Dhe janë 40.000 trupa amerikanë të instaluara në atë zonë. Pra, se flasim 40.000 trupa amerikanë që janë të instaluara në Arabinë Saudite. Pra, bëhet fjalë, është vënë rrezik, janë vënë rrezik shumë gjëra. Pa hyrë në termat e sigurisë kombëtare të Shtetet Bashkuara të Amerikës, por në sensin gjeopolitik, mua më duket një lojë e shërbimeve, një lojë inteligjente që sigurisht dëmin më të madh, po ja sjell perëndimit. Jo rastësisht, po t'i shohësh në gjitha agjanset, në gjitha interpretimet perëndimore, kryetitujt janë deklaratat e zëvendës presidentit kundrejt Europës. Mirë, do flasim për këtë sepse kjo është shumë e rëndësishme dhe duhet i kushtojmë tamam vendin e saj, po fillimisht pse presidenti Trump duket sikur e mbron, ka dalë dhe duket sikur. Por shiko çfarë ka thënë në një nga shprehjet e tij, sepse ai sapo ka folur, ai ka thënë çdo kush e përdor Signal, nëse do t'ishte për mua, thot presidenti Trump, të gjithë duhet ishim të ulur në një dhomë. Pra, një farë mënyre e pranon, duke i mbrojtur apo jo dritan bashkëpunëtorët e tij, por ama e pranon që bëhet menaxhon krizën. Kjo nuk është më shumë. Janë dy momente, dy gjendje që quhen pra në zhvillimet e brendshme politike amerikane. E para një është zgjedhja e Trumpit, dhe zgjedhja e Trumpit në vetvete ka dhe një zhvendosje të përçmërive etike të shoqërisë amerikane. Një njeri që do të kishte shumë charges, që quajnë ngarkesa penale, akuza penale në kohën e Nixonit, Bushit, Eisenhowerit, nuk do të zgjidhej, dhe e dyta është ekzistenca ende funksionimi deontologjik të çështjeve sensitive të sigurisë në Amerikë. Dhe në këtë rast ka pas një reagim nga institucionet, siç janë senatorët, kongresmenët demokrat, në lidhje me çështjen e rrjedhjes së informacionit.
Po mundohen drejtori CIA-s dhe Gabar, që drejton tërësinë e korpusit, Agjencinë e Sigurisë Kombëtare. që t'ja lënë lajmet e fundit përgjegjësinë ministrit mbrojtjet Ekseth, pra është përgjegjësi kryesor. Do të ketë një kosto, jo një kosto imediate, sepse në Amerikë kemi përpjekjen e një grupi që përfaqëson një ideologji populiste për të përmbys disa raporte të organizimit brendshëm institucional në Amerikë, por do të ketë një kosto në vazhdimsi, pra në perceptimin e elektoratit amerikan për disfunksionimin e brendshëm, për çështjet sigurisë që janë sensitive të administratës Trump dhe, siç tha kolegu Krisafi, çështja e përgjimeve është shumë e rëndësishme pasi citoj Vladimir Putin, pikërisht shërbimet inteligjente amerikane, CIA që drejton edhe NASA-n, nëpërmjet përgjimit komunikimeve të ushtarakëve rus kanë arritur të interceptojnë sulmin pra ushtarak, ofensivën, atë fillimin e raportit e operacionit special në Ukrainë dhe patën dhe atë primatin e suksesit pasi parashikuan me sekonda. Me sekonda ata dhe mandej... Ma e presidenti Biden që i thoshte do sulmosh pas 2 javësh, pasaj do sulmosh pas 2 ditësh, pasaj do sulmosh pas 2 orësh. Parashikuan dhe sulmet ku do të përqendroheshin. Prandaj ka një lloj përmbysje, po ka një efekt psikologjik dhe do të ketë një efekt gryes në vazhdimsi nëse do të ketë raste të përsëritura në administratën Trump, në arkun kur të vinë përballja tjetër elektorale do të tregoj opinionit që kanë deficienca të mëdha në drejtimin e një superfuqie amerikane. Kjo është kostoja. Ka një efekt. Po mund të ketë ndodhur kjo sa rastisht sa e mundur që kjo të ketë ndodhur në mënyrë të pafajshme. Gabim njerëzor. Sepse janë signal nuk lejohet. Si janë transferu këto dhënat tu, duket e çuditshme. E ka shfryzuar këtë pikë të dobët. Ta bëj pak humor. Të futësh këtë gazetarin, që është shumë kritik ndaj administratës Trump. Nuk është rastësore dhe... Jo, është që lloj si të futësh mua për shembull te çat grupi Gazmet Bardit, ai politiku flas. Apo të futësh Çim Pekën te çat grupi i kryeministrisë. Pra le të themi edhe gabimi është kaq trashanik sa që nuk duket është shumë e trash për të qenë thjesht gabim trashanik. Nuk e mendoj që është bërë me qëllim në fakt. Ju mendoj që është thjesht gabim? Mendoj që është thjesht gabim sepse nëse do ishte bërë me qëllim, nuk ishte pse nxirren e koordinatat më pas. Pra mund të kishim përfunduar bisedën tek diskutimet që u bën. Jo, unë po them që e ka bërë sekretari i mbrojtjes pa dashje këtë gjë. Unë po them dikush ka ndërhyrë në këtë sistem dhe ju e dini rastin e kryeministrit britanike. Ju përgjoi telefoni, ishte hakeruar telefoni. Ju, dyshoni se nuk mund të... Dyshoni e kanë bërë shërbimet ruse? Po patjetër. Shërbimet ruse pse do futshin këtë? Futshin dikë tjetër. Po jo, po ky e diskreditoi gjë. Jo, ky nuk e diskreditoi, se unë po e dëgjoja në 3 mëngjesit e CNN-it, ta shikoj dha unta, zgjodha pasi ngjarja ndodhi, pra pasi sulmet ndodhën, zgjodha ta bëj artikullin në këtë sens që shumë kujdesshëm. Është jam treguar dha porta mund të kishte ndodhur është profesionist. Jo, është treguar patriot. Ka dhe një është treguar patriot, sepse ta do rrezikohej jetën e 40.000 marinsave amerikan. Porta mund të kishte qenë dikush tjetër, ai mund ta kishte nxjerr. Pra mund mos ta kishte bërë qëllimisht, po mund ta kishte bërë thjesht i papërgjegjshëm. Ndoftë se kol ballës hynte te ai grupi. Po mund të ishte futur Jo, ashtu nuk do ta nxjerrja, por ideja është mund të ishte dikush tjetër që mund ta nxjerrte. Jo se e bënte qëllimisht, po se thjesht ka parë lajmin do e nxjerrte. Dhe në këtë moment që do dilshin të dhënat e sulmit ndaj Huthit, përpara se sulmi ndodhte, minimalisht do silte mbrojtjen e tyre, maksimalisht një kundër reagim përpara. Mund të dalë në një rutinë komunikimi aty, po gjithë skema nuk ka parashikuar dhënat ushtarake. Si mund të flasësh në Ka dhe një fakt tjetër që para 2 javësh, Agjencia Amerikane që mbron kundra luftës kibernetike ka hequr Rusinë si kërcënim. Po. Pra Rusia nuk është më kërcënim kibernetik në Shtetet Bashkuara. Pavarësisht se Rusia është kampioni i sulmeve kibernetike. Bie Europët është i tjetër risku kibernetik. Jeta që ka interesante. Që mundësia që jetë hakuar në këtë rast kanë përshtypjen ajo jo direkt në fillim, por ajo e Steve Witkoff në Moskë shumë e madhe në këtë rast. Po unë nuk besoj se është një qëllimisht, besoj se është thjesht gabim në këtë rast dhe tregon amatorizëm shumë të madh nga personat që janë të përfshirë. Dhe nuk jam çuditur në fakt nga amatorizmi i tyre, sepse duket që është thënë më parë që janë persona pa përvojë, mund të jenë amatorë dhe mënyra se si sillen tregoj pikërisht këtë lloj amatorizmi. Po nuk mendoj që shërbimet ruse të kenë ndërhyrë dhe të kenë futur dikën në grupin e tyre. Këtë mund ta ketë bërë, themi mund ta kishin bërë shumë ndryshe rusën se do kishin ndërhyrë.
Por fakti që në radhë Po si mund ta bëni më ndryshe, se nuk fakti mund të kishim goditje më të madhe se kjo, mund të japi informacionin drejt për drejt. Ja, Por fakti në radhë parë që dikush që ky nivel merret diskuton në Signal, nuk ka rëndësi pse diskuton, po mjafton që diskuton në Signal, është një amatorizëm shumë i madh. Këtu fillon gabimi. Problemi. Po drita? Po jo vetëm ka drejt kolegu Krisafi, në manualet e formimit KGB-s dhe SVR-s spionazhit me jashtë, do të ishte një gabim nga anë e tyre që ta divulgonin informacionin në mënyrë të tillë, do përdoreshin kanalet e diversionit dhe do të kishte edhe një impakt në momentin kur ka një shkrirje pragmatike të marrëdhënieve ndërmjet administratës Trump me Moskën, do të mendoj dhe do të kishte reagime në Amerikë nëse provohet ose jepet prioritet diversionit që shërbimet ruse në çdo moment janë përbëjnë një kërcënim për sigurinë kombëtare të Shtetet e Bashkuara, pra do të preferonin metodën e informimit nëpërmjet diskrecionit të kundërshtarëve amerikanë dhe nuk do ta bënin një gabim amator atë mënyrën modus operandi rusët e kanë thua të dinakrizë dhe diskrecionit spionazh që nga kohë e carëve. Patjetër. Edhe Putini është nga këto segmente, nga kjo histori. Produkt nga kjo. Vetëm shiko, ne nga net katërt unë dhe Arturi jemi te profesionit të gazetarisë. Gazetaria ka dy gjëra të cilat nuk e pranon dot. Një rastin, që gjërat nuk ndodhin rastisht, as në vend, as në kohë. Ndoshta ishte vendi i gabuar, po ishte koha e dur, pse them këtë? Në atë komunikim, kush e ka lexuar të gjithin, sa i ka dalë në artikullin e The Atlantic, ka dy momente. Momenti i parë është një moment ku zëvendës presidenti J.D. Vance, për herë të parë, publikisht, duket që ka një kundërshti me qëndrimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara, pra me shefin e vet direkt. Por thot, to rezerva thot, unë do i mbaj për vete. Pra do i mbaj për vete ku? Ndërkohë që i thua, nuk i mban për vete. Kjo është e para, pra duket që midis J.D. Vance, i cili ka një karrierë ushtarake, ka një tjetër formim, le të themi intelektual, arsimor, pra le të themi është ai presidenti i ardhshëm në sytë e magës, pra e lëvizjes magë. Ai është presidenti. Presidenti Trump është tranzicioni drejt presidentit J.D. Vance. Pra fillon një farë temi diferencimi edhe në publik, pa dashje për shkak të kësaj. Dhe dyta padyshim është gjuha e J.D. Vance ndaj Europës. Pra në komunikimin e tij ai përdor shprehjen loathing Europe. Loath është një shprehje shumë e vjetër angleze që do të thotë urrejtë, bravo. Është loathing, është të urresh, por themi një folje e shumë shekujve më parë. Përdoret sot në sensin, nëse mund ta përshtas pak, urrejtje plus përbuzje. Përçmim, po. Përbuzje, nuk është përçmim, është përbuzje. Pra, diferenca midis përçmimit dhe përbuzjes është që përçmimi është urren dikë në mënyrë indiferente, kurse përbuzja urren dikë në mënyrë aktive. Pra, është loathing, është pikërisht kjo, urrejtje dhe përbuzje. Pra, fakti që zëvendës presidenti i Shtetit të Bashkuara, i cili Artur në konferencën e sigurisë Miniut i dha dru Europës dhe perëndimit shumë fort. Ai ishte i ftuar atje, apo keni qenë atje? Atëherë po, pra fakti që ekspozohet J.D. Vance, ato që than publik e thot edhe më hapur. Jo eksplozohet. Ekspozohet se ai e qëndrimin e tij shumë të ashpër të Europës e ka shprehur në konferencën e Miniut. Por fakti që ekspozohet duket sikur tamam këtu janë rusët cilët thonë, okay, dhe kërkojnë që në këtë moment kur Europa dhe Shtetet e Bashkuara janë në një moment ftoje, i hedhin benzinë zjarrit. Ose kjo që i hedh benzinë zjarrit. Problemi është i natyre filozofike këtu në Mini. Kjo është praktike, profesor, filozofike. Filozofike patjetër, por është praktike. Praktike është pasi tregon që brenda një muaji ka dy qëndrime të cilat përcaktojnë bindjet e J.D. Vance-it. Kjo është ana praktike, kurse ana filozofike është interpretimi i qëndrimeve të tij në Mini, ku unë isha, në një panel ku foli drejtori i shërbimit gjerman BND, në kryesisht mbi Bruno Kahl, ishte key speaker, por dhe panelet e tjera, ai mbrojti disa pikpamje që ishin kundër asaj që quhet një versioni të demokracie deontologjike evropiane, dhe promovoi dhe disa qëndrime të një natyre populiste në Evropë dhe lanë një shije të keqe të elitat aktuale. Kurse tani është një perceptim që ekziston te Trumpi, po ka ekzistuar edhe deri diku te republikanët, po jo në këtë mënyrë përbusje me loathing,
që Evropa nuk ka bërë mjaft, nuk ka qenë luajale me SBA-n, dhe kjo tregon një perceptim të tij individual, por që nuk do të jetë përcaktues në qëndrimet e mëdha zyrtare amerikane përkundrejt Po, mund të jetë përcaktuese në qëndrimet e Europës apo jo? Jo, është në shiko, ata kanë kabinete diplomacie, kanë dhe atë si që po flasin për ushtrinë europiane, po flasin për Mani mend kur bëri atë që ju e citua si operacioni special kundër Ukrainës, e gjithë strategjia ishte që do e pushtonte për 3 ditë, sepse besonte tek e thaj, për 72 orë ta shkojnë kje. Mungesa unitetit të perëndimit, që rezultoi krete kundërta. Dhe ka funksionuar. Ky unitet u bë 3 vjet luftet e ne. Ky unitet me administratën Trump bie. Bie automatikisht. Unë kam një dyshim që ai ka pas një plan kryesor monolit ta pushton dhe 140.000 forca që odhi Putini nuk pushtronin një vend nga sipërfaqja aq i madh sa Franca. A duhet të ketë pas 2-3 plane, siç doli më vonë që u përqendrua te 20% i territorit. Po, vetëm se tani nuk po e hym kësaj, po unë tash ne gazetarët jemi çik më konspirativë, nuk besojmë të rasit. Fakti profesor që ai e ndaloi operacionin vetëm 20 kilometra, 30 kilometra larg Kievit, që është pak për të dyshuar. Pra, ishte më katastrofike tentativa për ta pushtuar, ta vendosur Nuk e dim të, por nuk besoj që Putini të gjithë këtë diktatorët janë të shmendur. Po nuk besoj që Putini është bullalla. Të gjitha i ka, po vetëm bullalla, gjitha i ka, po vetëm bullalla. Po, pra ne po ta them që edhe ajo që e çoi ushtrinë dhe aty 23 kilometra dhe pastaj ta prisë mu prishën ca tanke dhe nuk po shkoi. Privilegjoni dyshimin në mënyrë të... Po, patjetër, e privilegjoj se do isha gazetar për ndryshe. Po, shikoni një gjë, deklaratat e Trumpit për një, domethënë ne nuk i garantojmë Evropës mbrojtjen, ose edhe të gjeti vencit për të përforcuar nëpërmjet përçmimit edhe asaj që quhet refuzimit për Evropën, kanë prodhuar një proces riarmatosje, ose po e quajmë në mënyrë metaforike, se metaforike militarizim, se nuk është militarizim për ekspansion të Evropës. Që do të thotë, nesër në fund të këtij procesi, brenda kontinentit evropian, Rusia do të ketë një Gjermani të riarmatosur, që është një vend që ka kultin ushtarak, dhe historikisht e ka mundur luftën e parë botërore në mënyrë spektakullore. Nuk është me Gjermania para 70 vjet. Jo, e kanë, ashtu kujtojmë. Është zakonisht i plakur, është një vend me 30%. Me plakur është Rusia se Gjermania, po tash. Jo, Gjermania është më e plakur se Rusia. Jo, nuk ashtu sepse kanë pas, jo, është një popullsi shumë. Shiko, anën shkencore e kulturë, dhe unë i pash, jo e çështja e ledione e moshës është një gjë, patjetër, por nga ana tjetër mos harrojmë gjë që Gjermania ka komplekse, ka disa vetë kufizime sa i përket armatosjes, por nga ana tjetër industria është vendi ndoshta në avangard për sa i përket industrializimit të ekonomisë. Militarizimi e militarizon industrinë brenda 40 ditësh mendoj. Ka filluar ta militarizojë. Dhe do ndërtohet një pol evropian me shtete historike, po do të jetë dhe një kordon shtetesh nga vendet e veriut, Finlanda, vendet baltike që kanë si eminencë rrezikun rus, do të jenë vendet historike të riarmatosura që kanë jo madhësinë gjeografike as popullsinë e Rusisë, por janë vendet konsiderueshme që do kanë atë savuar ferin teknologjik, dhe do të jetë një grupacion shtete. Ka autoeficiente Europë? Po, vende, shkencërisht janë. Ju e keni lexuar besoj debatet që janë ndërtuar? Po, shkencërisht kanë ndërtuar. Franca është një vend që prodhon të gjitha në territor made in France. Të gjitha në territori ushtarakisht, nga raketat, fisheku, deri të avionët, dronë dhe armët bërthamore. Gjermania, siç e tha Fatosi, Sokoli, ka infrastrukturën ushtarake që edhe atë anën teknologjike dhe parametrat është përpara Japonisë si shtet, në gjitha parametrat ekonomik, dhe Britania që ka një traditë një perandorie. Tërësi e tyre do të përbëjnë një pol ushtarak dhe kundër kujt do orientohet ky pol ushtarak? Kundër Rusisë, patjetër. Pra, gjithmonë dyshimin ta keni edhe te deklaratat e Trumpit. Do të ndërtohet Amerika që funksionon si superfuqi shtet komp, me një elitë të magas, e cila do të kombinoj politikën e jashtme do ndjek interesat e saj ku ka vendet pro-amerikane që do vinë dhe të Shqipëria, dhe të Polonia, edhe në lindjen e mesme, do të orientohet në Indo-pajisor dhe Evropa, ajo që quhet the common burn. Te Indo-pajisori, kjo është në kohën e Obamës, do të vazhdojnë ende se kanë preokupimin e Kinës. Profesor, tingëllon shumë burë se e thoni ju, po Ledion, ku krahason temi analizën që i bën profesor Oti me realitetin e atyre mesazheve. Unë në radhë parë kam dyshimet e mia tek riarmatimi i Europës, nëse ka për të ndodhin në paktën 10-15 vitet e ardhshme, pra nuk është diçka që bëhet fjalë për 1 apo 2 vite, vetë Macron
në një hapje në një bazë të re ushtarake që kishte në kufi me Gjermanin, thja që bëhet fjalë për 2036-2042. Pra jemi shumë vite larg këtij lloji riamatimi, sepse Evropa është në një situatë jo dhe aq të mirë, ndërsa J.D. Vance si thua po zmadhon atë çarin e madhe që ka ndodhur brenda perëndimit, jo vetëm deklaratat e tij që nxorën aty, po para disa ditësh ka qenë prapë i dërguari në Mos Steve Witkoff, i cili ka bërë një intervistë me Tucker Carlson, ku fjalët që ka thënë për Putin dhe për Rusin ishin fjalët më të mira që ndonjë amerikan mund të ketë thënë në vjetët e fundit. Tha që Putin është një burr i zgjuar, është një shumë i zoti, rajonet që janë marrë aty janë rronë rusish force, tha, kanë bërë referendume, pavarësisht se referendumet e dim si janë bërë referendumet, pra kishin një qasje shumë dashamirëse ndaj Rusisë në këtë rast, të cilat gjitha së bashku krijojnë e zmadhojnë këtë çarin që është duke ndodhur. Po dalja unë vazhdoj të mendoj si Arturi që nuk është një dalje që ka ndodhur rastisht. Pra unë mendoj që jo për çështjen e sigurisë, se po t'ishte për atë punë do ta kishin nxjerrë ndryshe, por dalja dhe personit që ja dhanë për ta nxjerrë, se mund t'ja kishin dhënë pa dashje në këtë rast, pra unë besoj që ai gazetari është gazetar shumë i njohur. Ai në intervistën që fliste brenda sjenit thotë, isha i shokuar nga ato që lexoja. Nuk e dija kush më futi në ato komunikim, pse isha në atë komunikim, dhe nuk isha i sigurt nëse ishin këta, dhe tha, unë ta në pikë mëngjesit ka marrë, mbasi lexoja komunikimin, mora shpinë e bardhë dhe nuk mora asnjë përgjigje nga komunikimi me shpinë e bardhë. Pra, diçka ka ndodhur dhe mendoj që nuk ka lidhet me ato me Huthin, sesa lidhet me deklaratat për Europën dhe temi dhe lidhet me gjeopolitikën sesa thjesht me një aksion ushtarak. Sa i e thanë në mënyrë të hapur, po nuk mban era të një makinacioni të shërbimeve të inteligjencës, CIA dhe shërbimet anglosaksone i kanë kryer, që në kohën e Allen Dullesit që manipuloi Stalinin me gjyqjet e fundit vitit 90 për të rizgjuar reagimin nacionalist në Hungari dhe Poloni, i kanë bërë në kohën e Abu Gjiadit kur CIA jepte informacion mirë makiavelike për eliminimin e komunistëve arab, dhe ende në Agjencinë Qendrore të Inteligjencës Amerikane kanë ngelur profesionistë për te deklaratave të Vencit, ende ekzistojnë fijet e fshetat pushtetit në Shtetet Bashkuara, mos gënjen. Deep State domethënë. Në një mënyrë ose tjetër e transformuar janë ende njerëz që i përshpërisin në vesh Trumpit dhe këto bën rikthimin e informacione dhe ndihmës ushtarake për Amerikën. Pra kemi dy situata, një situatë njerëzve që janë produkt i brendshëm i politikës, sociopolitikë amerikane, dhe do të ishte një gabim, siç e ka thënë dhe Ted Roosevelti, të cilin e ka një lloj idhulli Trumpi, një vend nëse tenton të rritet vetëm nëpërmjet zhvillimeve të brendshme do të transformohet në një disfat të jashtme dhe të brendshme, po, dhe ende ekzistojnë, nuk është një makinacion spionazhi, ata kanë një traditë anglosaksone të sofistikuar, i kanë përdorur. Në mendimin tim është një gabim diletantizmi. Se përmende britanikët, por ti besoj ke di atë teorinë që informacionin japonezëve për Harvard erdhi përmes Londrës. Dhe thuhet që Churchilli kur mori vesh për sulmin tha fitore tha më në fund amerikanët do futen luftë. Pra le të themi lufta e shërbimeve inteligjente, nuk flasim për fantazia, po nuk është fantashkencë. Edhe Hitlerin të sulmonte Barbarosën në mënyrë makiavelike që të hapej në një front tjetër, nëpërmjet M6-s atëshme, dhe ai që ka ndërtuar dhe Kim Philbin si një fiction, ka qenë Intelligence Service-it dhe ka luajtur një rol pasi kishin infiltruar që në vitet 20-30 organizatat me përceptime, domethënë biopolitike, raciste, të arianizmit, spionazhi britanik dhe e shfrytzuan. Nuk ka qenë gabim. Nuk ka qenë e qëllimshme, ka qenë gabim. Po a jemi pra, a mund të jemi prapë në një plan e tillë, ti vazhdon të besosh është gabim njerëzor? Letjo? Besoj që mund të gabim njerëzor në këtë rast, por nuk kam çuditur nga fjalët. Ne besojmë, po ganon më shumë se J.D. Vance, nuk kemi asnjë nga fjalët e J.D. Vance. Kultin e vërtetë. Që ai urrente Evropën në një mënyrë kishin kuptuar, le të them de facto edhe nga deklaratat që kishte bërë, është një person që unë mendoj që ka një pikpamje shumë të çuditshme gjeopolitike. Kam parë një intervistë të tij ku tha që nuk mbet vonë fare çfarë ndodh me Ukrainën. Tani një zëvendës presidenti i Shtetet Bashkuara, nga pamja gjeopolitike, nuk mund të thotë, mua nuk mbet vonë çfarë ndodh me Ukrainën. Pra, qëndrimet e tij nuk janë thjesht një urrëtie ndaj Evropës, janë qëndrime të pakuptueshme nga pamja gjeopolitike, sepse një rënje e Ukrainës është një disfat për perëndimin, një disfat për Shtetet Bashkuara. Pra në këtë rast, nga pamja gjeopolitike, idetë e tij janë rrethëm pa lidhje me realitetin në këtë rast. Por duke parë në administratës Trump nuk është disfat për SBA-n, sepse po e menaxhon në mënyrë pragmatike. Është disfat për SBA-n, nëse gjithë Ukraina pinë. Domethënë bie demokracia,
Po sigurisht mund të ketë përfitime ekonomike, financiare. Nëse gjithë Ukraina binte, ishte një disfatë edhe për Shtetet Bashkuara. Tashi po bie Ukraina. Tashi po flisë për krimen hapur. Ukraina po bie, po nuk po bie gjithë Ukraina. Nuk po bie gjithë Ukraina. Sepse këta kanë vendosur Kinën si rivalin e tyre kryesor, po që të mundësh Kinën, do të fillosh të mundësh Rusinë në Ukrainë. Në loj Kina, patjetër se po flasim për gjeopolitikë. Kemi BRICS-in i cili vazhdon në rritjen e tij eksponenciale. BRICS është pak shumë heterogjent. Është histori shumë vështirë të mundesh dollarin amerikan, si e mendoj. Megjithatë, do të shkojmë pak publicitet, i shkurtë do rikthehemi. Fillimisht do flasim për hetimin parlamentar. Disa prej këtyre personaliteteve që kanë qenë në këtë komunikim, në këtë grup chat, sot janë përballur sot janë përballur me hetimin parlamentar i cili ka nisur më njëherë në Senatin Amerikan, por patjetër do flasim se çfarë pasojash mund të ketë kjo për Shqipërinë. Duket fantashkencë, po ja thash fillim, nuk është dashur. Rikthehemi pas pak. Welcome to the Senate Intelligence Committee. Zyrtarët më të lartë të sigurisë në Shtetet e Bashkuara dolën përpara Senatit për dëshmuar në lidhje me përdorimin e aplikacionit Sinjal për bisedat klasifikuara dhe për praninë e kryeredaktorit të The Atlantic në këtë grup. Kreu i CIA-s John Ratcliffe, drejtoresha e inteligjencës kombëtare Tulsi Gabbard dhe kreu i FBI-s Kash Patel mohuan të kenë ndarë informacionet klasifikuara në grup. Por demokratët i vunë me shpatulla pas murit zyrtarët e administratës së Donald Trump, të cilët nuk ishin në gjendje të përgjigjeshin për shumë nga pikpyetjet që kalën pas skandali. Të tre mohuan të kenë marrë pjesë në bisedat klasifikuara në grupin Sinjal, edhe pse mesazhet e publikuara treguan të kundërtën. Drejtoresha e inteligjencës kombëtare Gabbard fillimisht nuk tha nëse ajo ishte e përfshirë në bisedë për sulmet ndaj rebelëve Houthi në Yemen. Senatori demokrat Mark Warner i vuri disa herë në dukje se nëse informacioni ndarë nuk ishte i klasifikuar, atëherë ai mund t'i paraqitej Senatit. Nëse nuk është informacioni klasifikuar, ndajeni me komitetin e Senatit. Këto janë punë të rëndësishme. Kjo është siguria amerikane. Jetë amerikane mund të ishin humbur prej asaj që ndodhi. Nuk kemi ndarë informacion të klasifikuar. Nuk ishte material të klasifikuar që u nda në bisedë. Unë nuk mbaj mend një përmendje të objektivave specifike. Unë besoj se ka pasur diskutime rreth objektivave në përgjithësi. Ti nuk mund t'i përgjigjesh as pyetjes nëse je në bisedë. Kam dyshime serioze për ty. Nëse ky informacion është i klasifikuar, çfarë do bëni? Përgjigja e Gabbard ishte e njëjta. Sipas saj, çdo bisedë është bërë tashmë publike ku flitej për sulmet amerikane ndaj rebelëve Houthi, nuk ishte një informacion ndjeshmërie aq të lartë sa që të quhej i klasifikuar. Edhe drejtori i FBI-s Kash Patel e mohoi të kishte pasur informacione të klasifikuara në bisedë, por nuk qartësoi nëse agjencia që ai drejton do të nisë një hetim për rastin. U informova mbrëmjen e kaluar, nuk e dija se çfarë kishte ndodhur, tha ai. Ndërkohë drejtori i CIA-s, John Ratcliffe, pranoi se ai ishte i përfshirë në bisedë, por ai tha se pjesa e tij e bisedës ishte krejtësisht e lejueshme dhe e ligjshme dhe nuk përfshinte informacion të klasifikuar. Për fatin e mirë të zyrtarëve amerikan, kryeredaktori i The Atlantic, Jeffrey Goldberg, tha se nuk do të publikojë bisedën e plotë në grupin e Sinjal. Ndërkohë shtëpia e bardhë tha se ky skandal është një sulm i koordinuar për të lënë hesh te sukseset që sulmet amerikane patën ndaj rebelëve Houthi të Yemenit. Mendoni prapë, Senati Amerikan ka reaguar me një herë, shumë prej këtyre drejtuesve pra kanë shkuar atje, një situatë e sikletshme për ta, pasi duket se Ledion Tulsi Gabbard nuk ka pranuar të flasë, Kash Patel thot nuk ka vend për të hetuar, Ratcliffe thot unë për vete kam folur okej, s'kam thënë një gjë. Po të hetonin, bie të hetonin veten në një farë mënyrë, në këtë rast që nuk kanë dërmend ta bëjnë, sidomos kjo administratë nuk kanë dërmend ta bëjnë ndonjëherë të hetojë veten. Në këtë rast kam përshtypjen fakti që nuk kanë nxjerrë dot informacionin Tulsi Gabbard para Senatit, tregon që mund të ketë pasur informacion klasifikuar. Gazetari sipas gazetarit Kolbit ai thot ka patur. Thot po thjesht unë nuk i kam. Gazetari është zotuar që nëse nuk i nxjerr informacionin ose nuk ka asnjë lloj reagimi serioz, do ta nxjerrë ai vetë informacionin që ka. Por dikush në fakt kur thot kur këta thonë që nuk ka, i bie që ai më dhe mund ta nxjerrë. Po në këtë rast mund ta nxjerrë, po nëse nxjerrë është vërtet një informacion le të themi. Patjetër, po le të themi, edhe unë po flas shumë, në teori, derisa krerët e sigurisë kombëtare thonë që nuk kanë problem, atëherë le ta nxjerrë. Mund të ketë negociata me gazetarin, politike, goditet administrata, është goditja më e rëndë që ka marrë kjo administratë. Sigurisht do dalin në mbrojtje, do kalojnë në, pastaj varet ke integriteti i gazetarit. Unë mendoj që gazetari është emblematik
është domethënës, nuk është rastësor aty, dhe sigurisht gjithçka do varet për atit. Askush tjetër përveç Ju vazhdoni të besoni që nuk është rastësisht. Unë bëj intuitën time, nuk kam as fakte, nuk kam mundësi të kem fakte. Po kemi intuita. Intuita gazetareske thotë që ne analizojmë politikisht. Vështirë të jetë një gabim njerëzor. Me racio, po shiko sepse ka diçka në traditën e shtetarëve amerikanë. Njerëzit, shtetarët amerikanë që kanë pas një eksperiencë. Po janë amator më. Jo, po ja do ta them fal. Ja ta sqaroj fenomenin. Ta sqaroj Artur, fal. Që kanë pas një eksperiencë në të shkuarën e tyre që lidhen me politikën e jashtme ose çështjet e strategjisë ushtarake. Eisenhower, kryekomandant në Evropë, në terren, formimi ku përftojnë dhe formin gjeopolitik. Nixon, zëvendës presidenti i Eisenhower, gjithashtu që ka drejtuar dhe grushtet e shtetit bashkë me CIA në lindjen e largët nazi dhe një dështim i saj që shpjegon edhe versionin Watergate i ka ardhur nga një mëri e CIA-s për të. George Bushi, i ati që ka qenë drejtori CIA-s dhe liaison, shefi lidhjes në Kinë, kanë pas, domethënë, familiaritet me metodat e politikës jashtme ose si procedojnë. Për herë të parë në histori janë një grup njerëzish që nuk kanë një eksperiencë. Dhe kjo shpjegon një sekond, nuk mund të shkane që ka qenë president. Po, Trump edhe Rastis të dy kanë ata. Tulsi Gabbard është veteran e lufte. Patjetër, po. J.D. Vance është veteran e lufte. Po jo në nivelet e larta se si funksionohet. Jo, Tulsi Gabbard e ke parë fytyrën, është person që është plagosur, është person që ka marrë plagë në luftë. Sot e akuzojnë demokratët, jo ka lidhje me ushtarak me impozicion politik është tjetër gjë. Dakor, po ka nivelet e larta si koordinohet sepse ka diçka, një shmuam kujtohet një shpejt. Po jam dakord që këtë tjerët pastaj ka një nivel. Brzezinski thoshte diçka kur përshkruante në fillimet e saj administratën Clinton. Njerëzit që nuk kishin eksperiencë në çështjet e politikës jashtme, të sigurisë spionazhit dhe në operacionet ushtarake duke sigurisht kafe klaç, bisedë kafenes, çështjet e politikës jashtme. Si ajo që praktikisht në këtë kontekst në këtë komunikim apo? Në këtë kontekst e futa unë, jo për gjithë, po për një pjesë prej tyre, kurse reagimi tregon që aq quhen ingranazhet e arkitekturës institucionale amerikane që kanë dekada, ndoshta edhe shekuj, po të paktën shekullin e 20 që funksionojnë, janë aty dhe kështu do të kemi një kërkesa intransigjente institucionale nga Kongresi, Senati dhe reagime justifikuese nga ana e antarëve të timit, të ekipit që ka qenë i përfshirë. Kostoja nuk do të jetë me mjershe, mund të çojnë një dorëheqje pak më vonë si e kanë. Po, ta lejnë disa ditë që të gjithmonë edhe pastaj ndodh. Pastaj në fund fare dikush reagon. E dyta, kosto janë gjithmonë për sa i përket tendencave të evoluimit të perceptimeve brendshme elektoraliste. Do të perceptohet që Trumpi dhe njerëzit e tij, shpura e tij kanë deficienca të mëdha për t'u besuar frenat e pushtetit. Me të vërtetën se këtu futesh te territorim, profesor, kur vjen punat e kostot politike, si e shikojo në zhvillimet e brendshme, dy personazhe aty janë totalisht temi të goditshëm, një është Pete Hegseth, i cili deri në sekond fundit pra sekretari mbrojtjes do e mbështeste Trump, edhe mbështeste Trump, dhe i dyti mendoj unë, personi i dytë më i goditur, për që sigurisht jo na fat shkurtër, por na fat gjatë, është zëvendës presidenti J.D. Vance, i cili me këto informacione që doli, me këto komunikime, me këto citime, ti besoj që vjen një figurë që nëse edhe vetë brenda magas dalin pikpyetje, a duhet një person që të ketë të qëndrime kaq radikale apo jo. Me të vërtetën, unë këtu shikoj presidentin Trump, i cili është i vetmi që nuk ishte në atë komunikim, dhe i vetmi i cili është më safe nga gjithçka tjetër, përveç një përgjithësie pse ka zgjedhur X-in apo Y-in. Po mos harrojmë, J.D. Vance është në atë pozicion jo si zgjedhje e presidentit Trump, por më shumë si zgjedhje e lëvizjes MAGA, pra ishte një zgjedhje ideologjike e saj. Megjithatë, në këto minuta që na mbeten flasim pak, pse dikush më do të përmendë, pse bëni këtë emision? Çfarë rëndësie ka kjo? Çfarë na prek kjo në Ledion? Si apo më saktë, ana prek dhe si na prek. Po durojmë se unë e di qëndrimin tonë. Ta nisim ke Ledion. Nëse shkojmë ke Irani, unë kam përshtypjen që në këtë moment jemi më shumë afër mundësisë që të paktën Izraeli, mendimin e amerikanëve, të hedhin në erë programin bërthamor iranian. Pra jemi më afër kësaj se sa skenari tjetër që çështë zgjidhet në praktik. Sepse ka ndodhur një ndryshim madh me ardhmën e Trumpit, ndryshimi është që amerikanët tani dhe izraelitët nuk kërkojnë më kufizimin e programit bërthamor, kërkojnë zhdukjen një herë mirë të programit bërthamor. Bile, e tha kryeministri
Netanyahu e patën. Tani është momenti më i mirë për ta... O do arrin në tavolinë dhe o do arrin me goditje. Unë mendoj që në këto momente jemi më afër goditjes, duke qenë se i ndjek shumë nga afër mediat izraelite dhe ata janë përgatitur për goditjen. Dhe pikpyetja më madhe në këtë rast çfarë do bëj Irani? Pra nëse do hidhen në erë programin bërthamor iranian, si do reagoj Irani? Dhe Shqipëria... Ja një sekund, BBC në fakt në të kohën e acarimit, edhe kur vra Kasim Sulejmani e tjerë, nëzori dhe ato raketat e famshme dhe rrezën e tyre të goditjes dhe ne ishim brenda rrezës goditjes së Shqipërisë. Një kërcim që pataru direkt nga Teherani. Ja tani, profesor, një sekund. Shqipëria strehon një organizat mekun që është me porosit amerikane. Që është organizat, duhet thënë, e urryer dhe brenda në Iran. Pra dhe nëse bie Ajatollahu nesër, ajo është një organizatë e urryer në Iran, sepse gjatë luftës në Iran përjashtohet nga lojrat terroriste. Pa ka qenë listë terroriste, ka qenë listën e zezë terrorizmi. Gjatë luftës Iran-Irak, u mbështeti Sadamin kundër qeverisë iraniane dhe kundër popullit iranian. Unë kam përshtypjen time duke njohur Iranin që Irani nuk do bëjë ndonjë gjë të madhe nëse hidhet në erë programin bërthamor, sepse nuk ka mundësinë ta bëjë diçka të tillë. Pra Shqipëria mund të jetë e rrezikuar, po shkoj tek ideja që Irani nuk e ka mundësinë të reagojë aq fort si thua ndaj një goditje. Nëse sulmohet ushtarakisht, nuk mendon që ata Ayatollah do thonë all in, all out? Nuk e kanë kapacitetin për ta bërë një gjë të tillë. Sidomos përballë Izraelit dhe Shtetet Bashkuara në lindjen e Po profesor, dhe diçka Sokol. Po shikojmë ekuacioni para se të vinte Trump në pushtet, përfshinte, mori trajtat e një, domethënë që quhet entangled histories, entangled crisis, të ndërthurura. U ndërtua aleanca ushtarake Iran-Rusi, furnizimet e pandërprera me shahet, logjistika e shërbimeve shahid e shërbimeve ushtarake ruse GRU në teren që favorizonin Iranin, përfshirja e Trumpit në negociata trilaterale me Rusin dhe Ukrajinën e privon Iranin në kushtet aktuale nga një ndihmë e drejt për drejt ruse, prandaj momenti ishte më i favorshëm për Izraelin dhe Shtetet Bashkuara. Nëse Rusia i rikthet ndihmës tradicionale për Iranin, atëherë administrata Trump, që ne përflasim nëpërmjet stilit të thashë Themnajës, flasim në Tiranë, këtu në për kafenet e Tiranës, atëherë do të filloj që dhe Rusin ta trajtoj me një sy tjetër. Prandaj dhe është situata aq e komplikuar dhe përmban disa faseta. Është momenti i favorshëm për Izraelin dhe administratën Trump. Nuk na the si na prek ne kjo po. Se këtu Jo, ne nuk na prek, ne nuk na prek diçka e tillë pasi konflikti gjithmonë lindjen e mesme zhvillohet brenda. Jemi goditur nga Irani, ja? Po, sulmet kibernetike, po ju ushtarake. Nëse lufta është ajo. Lufta është ajo. Lufta apo jo, klasifikohet lufta, ë? Pjesë e luftës. Lufta hibride po është luftë. Do kufizohet në atë që quhet Izrael, Iran, ndoshta Shtetet Bashkuara, ky do jetë ai. Po quajmë triumvirati luftëtar. Profesor, unë mendoj që nëse si shtot Ledioni, Izraeli është gati të sulmojë edhe me bekimin amerikan Iranin, to nuk bëhet fjalë më se do sulmojnë me dron. Nuk do shaj lufta dronëve. Do jetë luft. Dhe po që luft, nuk është se Irani rrezikon vetëm të humbasë një luftë. Ajatollahët do rrezikojnë pushtetin e tyre politik, ata bien menjëherë. Dhe në momentin që ata shikojnë që rrezikohet pushteti i tyre politik brenda, ata do jenë all in. Megjithëse nuk e kanë situatën fort favorshme, të mos harroni gjithë ato lëvizje të brendshme. Mund të jetë lëvizje të shpërimi, favorshme në Iran, po them. Nuk ka vullnet popullor atje për të mbajtur këta. Po pra, këtë po them. Po kur ata të rrezikohet pushteti, ata do t'i hedhin të gjitha, do t'i lujnë gjitha kartat. Shqipëria është në tavolinë, nuk përjashtohet si mundësi le të themi në rastin e luftë të tillë, po unë personalisht nuk e besoj se do arrijmë në atë pikë sepse Irani nuk e ka kapacitetin për të bërë një luftë të tillë. Ato raketat shahid nuk i çon dot me Izraelin dhe me Shtetet Bashkuara, nuk e ka kapacitetin për ta bërë. Izraeli Shtetet Bashkuara dakord, po si do mbrohemi ne nuk kupton këtu gjithë problemi. Lufta në atë parë. Nëse mendon se do të çojnë ke në Manz në një goditje. Jo, nuk e nga unë s'kam mall e Manzës, ata në Manzës vetë qeverisën atje. Unë e kam hallin jashtë Manzës, në kuptimin jashtë kampit të atyre, nuk e kam me ata. Unë e kam që ndodhë me ne. Se duket si shaka, po nuk është shaka, sepse kam përshtypjen me Ledion, nëse flitet për një konflikt të armatosur, Iran, Izrael,
bëhet fjalë për një konflikt vërtet. Nuk kam nga ato dronet që lëshojnë fishek si lëshojnë fishek zjarre mbi Tel Aviv. Nuk kam paralajmërim që thonë që do godas në orën 2 për shkak. Okej, apo jo, do jetë all in. Shqipëria është në tavolinë pa diskutim fakti që ka një organizat këtu në Shqipëri që e strehon dhe Irani ka goditur. Është e fjetur. Është e fjetur, po jemi për Iranin çdo organizat nuk ka rëndësi. Edhe ne edhe qeveria shqiptare goditi me ndërhyrjet që bëri. E izoloi dhe sigurisht e frenoi, i mori gjitha mundësitë e komunikimit. Pra, që është një qëndrim ekuilibrus nga pikpamja politike dhe diplomatike që bëri. Në rastin e luftës me Izraelin kam përshtypjen se Shqipëria do jetë objektivi i fundit në këtë rast. Se do jetë Izraeli, do jetë bazat amerikane në lindjen e mesme, të cilat dhe ato e ka të vështirë. Ne pam kur u vra Qasim Suleimani. Çfarë bëri Irani kur u vras Qasim Suleimani? Praktikisht asgjë. Sulmoj një bazë amerikane, por e sulmoj me paralajmërim. Ta do ju sulmojmë këtë orë. Pra, i largojnë një ushtarët, shuan disa, u plagosën duket letë 1, 2 apo 3 marinës Amerikanë, doli presidenti Trump tha, u plagosën leta, i coketa, s'ka problem, të dhe gjë e mbaroj. Kapacitetet nuk janë kaq të mëdha sa duken, pra në letë kapacitetet e Iranit janë shumë të vogla se sa... Unë thjesht i ndruhem, janë gjërat që duken, për janë dhe gjërat që s'duken, të gjërat që s'duken më kam prikun. Dhe në përballjen që ka pasur me Izraelin është treguar dobësia e Iranit. Sulmi që ka bërë Izraeli në 26 tetor për shkakun ndaj Iranit ka qenë sulmi më i sofistikuar që ka parë lindje e mesme. Pra vetëm në një natë Izraeli ka eliminuar gjithë mbrojtjen ajrore të Iranit. Pra nuk kanë kapacitete të tilla që të ketë Irani të godasë dhe Shqipërinë apo edhe Ballkanin kanë përshtypjen. Kështu që fokusi kryesor në atë rast intereson Iranit godasi. Ajo do ishte një luftë me NATO-n dhe nuk do ishte problemi shumë i madh sa lufta me Ballkanin ka rrugën e mesme. Gjithsesi mbetemi atëherë që efekti politik apo që strategjik që na intereson ne Artur është fakti që ky komunikim ekspozoi qëndrimin e krerëve të administratës së re ndaj Europës, pra ndaj Bashkimit Evropian. Unë besoj që thelbi i këtij mekanizmi që sipas me intuitës time, nuk kam asnjë fakt, analizoj politikisht, është vetëm nxjerrja e një konflikti të hapur tashmë midis Europës dhe Amerikës. Mjafton ti referohemi për shembull ish komisioneri i jashtëm të Bashkimit Evropian kur vizitoi Kinën, kur vizitoi Pekinin. Në takimin me Xi Jinpingun ju i është drejtuar në mënyrë direkte mos na konsideroni nëpërmjet të tjerëve, po na konsideroni direkt ne. Kjo, kush janë të tjerët? Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe bëhet fjalë për periudhën e administratës Biden. Pra, interesat nuk janë më divergjenca thjesht gjeoekonomike, po ndërtojnë divergjenca geopolitike, të cilat sigurisht ju referua saktë në teorinë, po themi, organizimit të Europës tashmë nga pikpamja ushtarake, por nuk është aq e thjeshtë. Mjafton të shikoni gjithë hartën europiane në raport me ndërhyrjen që mund bëjnë trupat europiane në pas marrëveshjes që do bëjë Trumpi me Putinin, edhe me Zelenskin, për të futur trupat e NATO-s apo të Europës në Ukrainë. E kuptoni që kjo gjë nuk do të lejohet kursesi, dhe nuk do të lejohet as nga Moska dhe as nga Washingtoni, sepse do bien dakord. Dhe jo rastisht marrëveshja për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë ka qenë pozitive. Dhe pas kësaj që ndodhi, del Lavrovi dhe thotë që jo, nuk ka asnjë entuziazëm, po e shohim teknikisht gjën. Pra ka një tërheqje, u mor me entuziazëm marrëveshja, dhe ka një tërheqje nga Moska, po ka dhe një tërheqje nga Washingtoni. Do thotë që gjërat nuk janë të zgjidhura, janë të lidhura njëra me tjetrën. Geopolitika hyn në gjitha arterjet e mundshme të interesave. Edhe do ta fjalët e fundit, nuk do ketë një përmbysje të qasjes doktrinës amerikane për tërsinë e Evropës, për te deklaratave denigruese në vendet që janë tradicionalisht amerikane, Polonia kryesisht, po dhe hapësira shqiptare në Ballkan, vendet balltike, ndoshta do të shikojmë një përforcim të prezencës strategjike, ka qenë gjatë mandatit parë të Donald Trumpit u rit prezenca amerikane në Poloni, flitet për një zhvendosje në armëve bërthamore në Poloni. E dyta do të shikojmë diçka në Shqipëri të lidhur. Trumpi duket komplet ndryshe nga Trumpi parë. Donald Trump tjetër ai. Ishte Donald Trump tjetër, ka bërë Amerikën si një Shqipëri të madhe. Jo, se ka bërë si një Shqipëri të madhe, se nuk mund përmbys rolin misionar për te deklaratave ose të legjitimoj shprehjen e Macronit si një. Po det gjithë sistemin. Ende nuk janë nivele deklarative, se janë jo konsistente. Mbaroj, kurse në Shqipëri do të shohim diçka me këtë administrat. Unë parashikoj vazhdimsinë të njëjtave skema, po nuk do të ketë më procedura tilla, Blinkeni vjen këtu, takon kryetaren e bashkisë, kryetaren e SPAK-ut, nuk do ketë më deklarata nga ambasada amerikane, siç kanë qenë një herë në muaj, në një
në favor të një strukture politike, ata do të vazhdojnë e se, por zhvillime do të ketë. Dhe nga këto zhvillime duhet ruhen. Ti mendon se do ketë akoma interes administrata? Bile do të ketë dhe zhvillime më spektakolare se në administratën Biden. Po duhet ruhen kush? Kush është në kryet opozitës që pretendon që do të kishte përmbysje dhe kush është në kryet qeverisë që ka kujtuar se ka pas një përkraj nga Shtetet Bashkuara. Ka ardhur momenti më i disfavorshëm për ata dhe do të ravizohet në mënyrë paradoksale përgjatë administratës Trump. Drita Noti, faleminderit që më mëson. Artur Nora, faleminderit. Ledion Kërsavi këtejsi. Faleminderit që më mësonte. Shihemi nesër në orën 8. Deri atëherë nga Sokol Balla, natën e mirë. Që Witkoff është futur në telefonin e tij personal në Moskë, kur ka qenë në Moskë gjatë diskutimeve, negociatave me Putin. Do thotë që mundësia që rusit thjesht të kenë patur akses dhe ata në telefonin e Steve Witkoff, i cili ndodhej në Moskë në atë moment, dhe diskutimet ishin duke u bërë në Signal, është shumë e madhe. Ketë një efekt gryes në vazhdimsi nëse do të ketë raste të përsëritura në administratën Trump, në arkun kur të vinë përballja tjetër elektorale do të tregojë opinionit që kanë deficienca të mëdha në drejtimin e një superfuqie amerikane. Kjo është kostoja. Që ky nivel merret diskuton në Signal, nuk ka rëndësi pse diskuton, po mjafton që diskuton në Signal, është një amatorizëm shumë i madh. Këtu fillon problem. Ende ekzistojnë fijet e fsheta të pushtetit në Shtetet Bashkuara, mos gënjen. Deep state domethënë. Në një mënyrë ose tjetër e transformuar e janë ende njerëz që i përshpërisin në vesh Trumpit dhe këto bën rikthimin e informacioneve dhe ndihmës ushtarake për Amerikën, pra jo vetëm deklaratat e tij që nxorën aty, po para disa ditësh ka qenë prapë i dërguari në Moskë Steve Witkoff, i cili ka bërë një intervistë me Tucker Carlson, ku fjalët që ka thënë për Putin dhe për Rusinë ishin fjalët më të mira që ndonjë amerikan mund të ketë thënë në vitet e fundit.